Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Go Mystical Tarot. Sot do të bëjmë një lexim, një parashikim për shenjën e dashit, meqense është shenja e parë në horoskop. Dhe ky parashikim pra do të jetë një parashikim i përgjithshëm. Mund të rezonohet me ju, mund të mos rezonohet me ju, kështu që merrni vetëm atë që rezonohet. Nëse gjeni veten te ky lexim, mos harroni të bëni like, subscribe dhe share. Dhe bëni subscribe që të abononi në këtë kanal dhe të merrni video të reja çdo ditë. Pa humbur kohë, le të fillojmë më një herë me parashikimin. Pra, ky do të jetë parashikim për muajin prill. Çfarë për dashin gjatë muajit prill? Dashi prill. Atëherë dashi, shoq ke financat, shoq për sa i përket pjesës së financave gjithmonë, shoq që je mirë, shoq që do të kesh, nëse këto kohë nuk i qenë mirë, shoq që do të kesh një rritje në financat e tua, sepse mbreti i monedhave më tregon këtë gjë. Por, shoq që gjithashtu ke kaluar disa ngjarje në jetën tënde këto muaj të fundit ose këto 2-3 vitet e fundit që të kanë bërë shumë defensiv. Pra të kanë bërë shumë mbrojtës kundrejt vetes. Ti nuk e qenë kështu më parë, tani ke vendosur një gardh, le të themi, rreth vetes, për të mos lejuar që njerëz të rinj të futen në jetën tënde. Sepse ti je lënduar shumë në të kaluar. Ndoshta je lënduar nga një i afër, ndoshta je lënduar nga një mik ose mikesh, ose ndoshta je lënduar nga dashuria jote e jetës, e cila nuk rezultoi të ishte ashtu siç ti e mendoje. Prandaj ke krijuar, si themi, këtë mbrojtje këtu rreth vetes, për të mos lejuar që asnjë person tjetër mos të futet këtu brenda në jetën tënde. Gjithashtu, kjo mbrojtje nuk është vetëm për njerëzit që mos futen në jetën tënde, por është edhe që njerëzit që ke aktualisht në jetën tënde të mos dalin jashtë. Pra, je bërë shumë mbrojtës kundrejt vetes tënde dhe kjo është gjë e mirë deri diku. Tani, fill pas kësaj kemi kartën e 6 të kupave. Tani 6 të kupave më tregon për një pajtim. Ndoshta nuk ka të bëj fiks me situatën që të ka ndodhur, ndoshta do të pajtohesh me atë që të ka bërë që të ndihesh kështu, ndoshta me atë që ke pasur konflikte, ose me një person që ke disa vite që nuk flet për çështjet tuaj, mund të jenë çështje familjare, mund të jenë çështje shoqërore, pra do ndodhi një pajtim në një fshat apo në një qytet. Pra do të pajtoni dhe si të themi lidhja juaj do të rikthehet ashtu siç ka qenë më parë. Pra do të jetë një pajtim pozitiv. Tani, përsëri jemi tek financat, sepse po vjen shumë karta monedhash, kemi mbretëreshën e monedhave këtu që më tregon që tani ti për sa i përket pjesës financiare, siç e thash, je mirë. Do të kesh një rritje, do të kesh një gjallëri, le të themi, për sa i përket pjesës së financave, por duhet të kesh kujdes, pasi duhet të dish si ti menaxhosh ato. Pra duhet të dish ku ti harxhosh për mirë dhe ku ti harxhosh për keq. Tani, pjesa që ty të ka shqetësuar gjatë gjithë kësaj kohë do t'i vi fundi, sepse 10 e shkëpimeve përmbys më tregon këtë gjë. Pra, gjithë kjo periudha këtu, kjo periudha e zhgënjimit, kjo periudha e dështimit, kjo periudha e trishtimit, kjo periudha e ankthit, kjo periudha e depresionit që ty të ka lodhur jashtëzakonisht shumë, do të zhduket. Dhe ky person që deri tani ka qenë shumë posesiv kundrejt teje, do të dalë nga jeta jote. Pra ti me vullnetin që të karakterizon dhe me shpirtin të ta nxjerrësh këtë person nga jeta jote dhe do të vazhdosh përpara. Okej, kjo është një gjë shumë pozitive në fakt, pasi nëse ky person deri tani të ka dhënë një ndjenjë ankthi apo një ndjenjë, një pasiguri në vetvete ose ka qenë shumë posesiv siç e tregon dhe letra këtu, do të thotë që është një gjë e mirë. Okej, këto janë kartat e fundit. Që janë dhe kartën e... Bravo. Tani, këtu, te karta e fundit që tërhoqëm, kemi 7 të shpatave. Që më tregon që ti ke gjithçka, ke çdo mundësi për të ecur përpara, por e kthen kokën pas tek e shkuara dhe nuk e lejon vetin që të ecësh përpara, e kthe kokën pas tek e shkuara dhe mendon çfarë ka bërë gabim, çfarë ka bërë keq, etj. Por që le të themi,
diçka e bukur do të vijë drejt teje. Kalorësi i shpatave është një është kalorësi më i shpejt në letrat tarot, dhe më tregon që diçka shpejt do të vijë për ty. Ndoshta mund të jetë diçka pozitive, sepse karta e vdekjes më tregon këtu. Tani, karta e vdekjes mos të merrni si diçka të keqe, sepse nuk është as pak ashtu, do të thotë rilindje, ose pra diçka e mirë do të rilind, domethënë do të shtypësh të shkuarën, dhe dielli këtu që po lind simbolizon pra rilindjen, lindjen e diçkaje të rilindjen e diçkaje të bukur. Dhe ndoshta ky lajm ose kjo gjë që do të vinë në jetën tënde do të rilind sërish nga gjitha këto vështirësi që ti ke kaluar në jetën tënde, dhe do të jesh sërish pra nëse jeni familjar do të jeni një familje shumë herë më e komplementuar, më falni. Do të jeni një familje që do të ketë energji pozitive, do të jenë një familje që do të ketë hare, që do të ketë begati, që do të ketë lumturi, që do të ketë faqe, që do të ketë çdo të mirë të kësaj bote. Sepse dhe karta e botës më tregon që gjithë kësaj periudhe këtu do t'i vi fundi, pra do të mbyllet cikli. Atëherë, ky ishte leximi për ju të dashur deshër, shpresoj që të jetë rezonuar me ju. Mos harroni të bëni subscribe, që të abononi në këtë kanal, dhe bashkë do të jemi me një lexim tjetër. Deri atëherë,